Cristian Aslani ka pasur një fillim me luhatje të eksperiencës së tij të Torino, duke alternuar paraqitje shumë pozitive me të tjera ku nuk është vlerësuar si në lartësinë e duhur. Por gjithsesi në klubin torinez duken të bindur për zgjedhjen që kanë bërë duke afruar mesfushorin shqiptar nga Interi dhe kjo shihet nga qëndrimi i drejtorit të ri sportiv Davide Petraki. Sipas të përditshme sportive Tuttosport, ky i fundit po mendon të bëjë ndërhyrje në merkato në janar, por edhe largime futbollistësh të cilët nuk kanë qenë në lartësinë e duhur. Aslani konsiderohet prej i paprekshëm si regjizori mes fushës, ndaj po mendohet afrimi i dy rivalëve të tij direkt për një vend në formacion. Parashikohet që mesfushori Ivan Ilić të nxirret në shitje me shpresën që të rikuperohet një pjesë e shifrës prej 15 milionë eurosh që klubi shpenzoi për ta blerë në vitin 2022, ndërkohë turku Emirhan İlkan do të çohet në huazim në mënyrë që të ketë minuta, pasi do të jetë vështirë ta bëjë një gjë të tillë në hijen e Aslanit, i cili vlerësohet si i paprekshëm në rreshtimin e ekipit torinez.